Të dashur miq të Mediumit fol drejt, por rikthehemi me episodin 64 të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi njërin nga ish ushtarakët më të njohur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bëhet fjalë për Anton Qunin. Anton, mirë se erdhe. Faleminderit Ardit për mundësinë që sot të bashkëbisedojmë. Por i faleminderit që e pranove ftesën. Faleminderit. Edhe je këtu me ne. Tema që ne kam përzgjedhur është lufta, domethënë periudha 98-99. Edhe pse aktiviteti ju fillon shumë më herët, domethënë vitet 80-90, si pjesë e armatës jugoslave, pastaj aktiviteti juaj në Zvicër. Deshta me të pyet më shumë lidhur me luftën. Cilat ishin kontaktet e para para se të aktivizoheshin në luftë? E keni përmend me Ahmet Krasniqin, ish-ministrin e mbrojtjes. Po, kur ka fillu lufta në mes të kombeve brenda Jugosllavisë apo në mes të republikave apo shpërbërja e Jugosllavisë, unë në atë kohë shërbeja në Bregdetin e Kroacisë, në udhëheqësën Lastovo dhe më vonë në Šibenik. Dhe vitin 90-91, thuajse të gjithë shqiptarët, të cilët ishin në shërbim apo ushtarak në armatën jugoslave, janë largu nga armata, një pjesë e tyre ju kanë bashkangjit armatës slovene, një pjesë armatës kroate, armatës Bosnës dhe Hercegovinës, apo një pjesë e tyre dhe kanë qëndru neutral, por janë largu nga armata jugoslave. Tani ishte që vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës që të gjithë këto ushtarakët kudo që ndodhen të organizohen brenda disa këshillave në çdo shtet të perëndimit veç e veç. Unë pas largimit nga armata jugoslave jam vendosur në Zvicër edhe jam lajmëruar pranë drejtuesve të këtij këshilli koordinues të ushtarakëve që jetonin në Zvicër, edhe ky organ është udhëheq nga ushtaraku Agim Mehmeti. Edhe në ato, do të thotë, takimet tona, gjithnjë në agjendë ka qenë situata politike ushtarake në Kosovë dhe përgatitje që në momentin e duhur ne si ushtarak të marrim detyra, të marrim përgjegjësi në momente kur shqiptarët e Kosovës gjenden në situatë luftës. Kështu që në vitin 98, me njëherë pas ngjarjeve të Prekazit, pas masakrimit të familjes Jashari, është emnu ministri i mbrojtjes, me të cilin e kemi pasur ne si ushtarak, që gjendeshim në Zvicër. Shumë pak ditë pas kësaj ngjarje jemi taku me kolonelin Ahmet Krasniqi, i cili na ka njoftuar për detyrat, përgjegjësitë që i ka marrë, edhe një plan se si do të angazhohemi në kuadër të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Aty kam taku, pasi ishte një takim më mobilizues, shokët e mi, gjeneratës time, në gjatë studimeve në gjimnazin ushtarak, akademinë ushtarake, po ashtu gjeneratat më të vjetra, gjeneratat pas meje, edhe ka qenë një disponim shumë i mirë në mesin e ushtarakëve të karrierës, që sa më shpejt të marrin detyra, të marrin përgjegjësi dhe ta shohin veten në zhvillim të operacioneve brenda territorit të Republikës së Kosovës. Anton, në shtot Korrik futni dhe fizikisht në luftë. Gjatë kësaj periudhës, pejmorsi deri në Korrik, çfarë aktivitete keni bërë, a jeni taku, a keni pas takime me dikën prej aktorëve të lartë të luftës? Me shtat Korrik, unë jam lajmëruar në Ministrinë e Mbrojtjes, e cila ishte ngritur në Tiranë, që udhëhiqen nga koloneli Ahmet Krasniqi. Kam qenë edhe më herët, por definitivisht me datën 7 Korrik, unë ishe i gatshëm me marrë detyra dhe përgjegjësi.
Kështu që nga koloneli Ahmet Krasniqi, pasi kanë, po besoj me stafin e tij, kanë shqyrtu karrierën time ushtarake, përgatitjet e mia, e kanë vendosur që ta formojnë një batalion diverzantëve vëzhgues, i cili fillimisht do ta ketë për detyrë që të mbledh sa më shumë informata për kapacitetet ushtarake të ushtrisë së Serbisë në kufirin Kosovë-Shqipëri. Do thotë masia tyre, radhitja, përgatitja, teknika me cilën posedojnë, deri tek niveli i moralit të tyre për të luftuar. Edhe ishte detyrë që në momentin kur Ministria e Mbrojtjes fizikisht kalon territorin apo në thellësinë e territorit të Republikës së Kosovës, ky batalion pasaj të kalon në sigurimin fizik të atyre ambienteve ku përqendrohet Ministria e Mbrojtjes. Për mua ishte një përgjegjësi atraktive dhe njëkohësisht edhe shumë sfiduese. Se për misionet e tilla, bazë përvojës, përgatitjes sime ushtarake, do duhej një përzgjedhje veçantë e regrutëve që i plotësojnë kushtet për një njësi të tillë, po ashtu teknika e veçantë edhe përgatitje taktike të veçanta. Po e kisha bindjen që mundem me ia dal, kështu që e pranova këtë detyrë, edhe me njëherë jemi vendosur në qendrën stërvitore ushtarake në Papaj, e cila ishte ngritur si qendër para arritjes time nga njësitë e mëhershme të cilat ishin zhvilluar aty apo ishin në zhvillim e sipër. Kështu që fillimisht me një numër të kufizuar të bashkëluftarëve, kemi pas përgatitjeve themi elementare dhe të nevojshme për shkatësitë ushtarake, me njësi e cila ishte masi një skuadre, do thot një njësi shumë modeste, filluam ta... Kanë qenë me përvojë, domethënë ushtarake? Shumica, do thot ishin të moshës time, që kishin kry shërbim, do thot flasim për kohën kur unë isha 30 vjeçar, do thon po flasim për ngjarjet para 25-26 viteve. Shumica e kishin kry shërbimin ushtarak në Ish Armatën Jugoslave, po kishte edhe të rinj që nuk kanë pas me herët ndonjë përvojë. Sidoqoftë ne kemi përdorur një program të zhvillimit të tyre, edhe si rikujtim për ato që kishin kryer shërbimin, po edhe si risi për regrutët e rinj. Përzgjedhja, programi, pajisja me mjete ushtarake filluar nga ato luftarake deri tek mjetet pajisjet e navigimit, komunikimit e tjera, janë siguruar nga burime të ndryshme. Do thotë ka pas vështirësi të ndryshme. Unë thanë që unë kur e kam marrë këtë detyrë, nuk e kam pas njësinë e përgatitme edhe me udhëheqjen e mision, po dash me kriju njësinë. Njësia është kriju, është ngrit, është zhvilluar në rrethana dhe kushte shumë të vështira. Do thotë në një ambient malor, alpin, shumicën e rasteve mungesë të rrymës, të furnizimit, gjërave më elementare që do duhemi pas një luftëtar, një ushtar, deri tek akomodimi, fjetja, kujdesi mjekësor, ushqimi, transporti. Do thotë gjitha e këto çështje me të cilat do është vetëm marrë. Nuk ka qenë detyra ime e kufizuar vetëm me komandu njësinë, po edhe me ngrit. Do thotë nga asgjëja me kriju një njësi e cila është në gjendje me kriju disa operacione shumë komplekse në raport me forcat serbe të cilat kishin përvojë me dekada, me mbështetje për gjitha burimeve, me organizimin e tyre, do thotë,
institucional deri tek ato njësitë paramilitare të karaktereve të ndryshme. Ky raporti fillestar nuk ishte fare i barabartë, po fal një vullneti të fuqishëm të ushtarakëve, të luftetarëve, ne kemi arritmi me u përballë me gjitha këto vështirësi dhe me kriju njësi të cilat janë në gjendje, të cilat janë operacionale, që me shumicën e operacioneve, aksioneve të nivelit taktik, operativ, po edhe strategjik me u përballë. So u konkua qëndrimit tuaj në Popoj? Unë do thot jam vendos në muajin korrik, edhe gjitha ato aktivitetet e mbledhjeve të informata kalimeve kufitare, do thot janë dikon 23 operacione vëzhgimi, filluar nga operacionet që janë thellësi 1 kilometër deri në thellësi 10 kilometra, janë gjithsejt 23, me njësi të vogla, me njësi më të mëdha, vetëm me batalionin diverzantëve zhgus, apo në bashkëpunim me policinë ushtarake dhe pashtu një njësi diverzantëve zhguse quajtur Kobra, që është themeluar nga heroja Agim Ramadani. Ne kemi arrit me marrë informata për forcat serbe që nga kufiri, ku kufizohen Mali, Zi, Shqipëria dhe Kosova, deri tek pjesët veriore të Pashtrikut. Do thot, nuk ka hapësirë në këtë segment që nuk është vëzhgu me ditë, është skicu situata, është fotografu, është filmu, janë bërë analizat të ndryshme edhe gjitha këto raportime janë dërgu në Ministrinë e Mbrojtjes. Atë ishin aktivitetet derisa fillon edhe Koshorët, që është njëna prej ose betejë më e madhe e luftës. A keni pas njëjë për shkak me Agim Ramadanin me Salih Çekën më herët, që janë dy prej heronëve dhe aktorëve që përmenden më shumë të atë? Po, me Agim Ramadanin jam njoft më herët, do të thotë në fillim të viteve 90, se pari si emër, do thotë kuadër gjitha tyre aktiviteteve kulturore, sportive, politike, deri tek ato ushtarake brenda Zvicrës, ne ndëgjonim për njëri tjetrin, komentonim për njëri tjetrin, po në veçanti kuadër të këtij organizimit ushtarak brenda Zvicrës, kam pas mundësi edhe të marrë njohuri për personalitetin e Agimit. Në atë kohë, do thot vitet 90, nuk e kam pas idenë që një ditë ne do t'jemi në një kazerm, dikon në Tropoj, apo do t'a kam mundësin që t'jemi në një operacion dhe në një vit e frontit përbashkët. Kështu që me arritjen time në Papaj, do thot një fshat rural, malor, në Tropoj, thuajse fshati i fundit buz kufirit Shqipëri-Kosovë, aty e kam taku Agimin, dhe i cili ka pas një detyrë tjetra, ishte shef shtabi një brigade, dhe ishte zavendës komandanti brigadës në atë kohë Rusem Berisha, të cilët me heret kishin operu në regionin e Jonikut, në fshatrat Jasiç, Gjocaj, kishin arrit me ngrit njësi dhe me kry aksionet ndryshme. Kështu që kishin kriju një autoritet, i cili çmohen nga bashkëftarët e tyre, por edhe nga ata që nuk i njihnin nga afër. Ndërkohë, gjatë qëndrimit tim në Papaj, kam arrit më njoft edhe me heroin Salih Çekaj, për cilin unë nuk kam pas njohuri më hershme. Pse aktiviteti ti fillon prej viteve 89-90. Po, do thot, ai nga viti 91 ka qenë një ndër përgjegjësit kryesor
për organizimin e stërvitjeve ushtarake të regrotuarve nga Kosova, Maqedonia, të cilët janë përgatit në ambientet ushtarake në Shqipëri, si rezultat i marrëveshjes së ish presidentëve të Kosovës dhe Shqipërisë, do thotë zoti Ibrahim Rugova dhe presidenti i Shqipërisë Ramiz Aliu. Pasi që ky aktivitet ka qenë i natyrës konfidenciale, edhe unë kam pas mungesë të informata, unë kam ditë që dikush ka kalu në për ato trajnime, po nuk e kam ditë me emën, me mbi emën, kështu që mu kriju mundësia që nga afër të mësoj gjërat nga njeriu i cili ishte një ndër protagonistët kryesor për zhvillimin e kapaciteteve fillestare për luftë gerile. Nga ai ka mësu që është bashkohanik i tani herojve legjendar që ka pas mundësi të bashkëpunoj, të kryen aksione, të kryen stërvitje me komandantin legjendar Adem Jashari, me Zahir Pajazitin, e shumë të tjerë që sot janë detyra të ndryshme ushtarake, politike e tjera. Du më ndolë pak më shumë të profili i Agim Ramadonit, me sa të kom dëgjun në për intervista, takimet e parë nuk është të kalon shumë brejsa si personalitet. Por më vu një befasu, do me thonë, edhe me atë përvojnë e ti ushtarake, edhe si Guerel kështu, po edhe me atë onën artistike ti, poezit, pikturat e tjera. Po, në momentin kër është thirrë mbledhja urgjente nga koloneli Ahmet Krasniqi, atër është interesimi çdo njeri që me kriju afërtësi me ndonjë mik, me ndonjë shok me cilin e ka kalu një karrierë gjatë studimeve ushtarake apo gjatë shërbimit, kështu që unë isha shumë interesuar me u lidh me dikën të cilit unë do i besoj, po i cili po ashtu do i ketë besim tek unë. Për fat keq, në gjeneratën time, nuk kisha shok që ishin me përgatitjen e njëjtë unë. Do thotë ishin të profileve ndryshme. Unë kisha një mik shumë të afër, shumë ngushtë, me cilin kemi kaluar 7 vite së bashku, po ai ishte ekspert për ndërlidhje, për komunikim. Kështu që e dija që me atë mik unë nuk do të kryej operacione luftarake, ai do të jetë dikun në thellësi brapa vijës së frontit. Edhe çdo njërin ndëgjoj me vëmendje për pyetjet që i parashtronin, për kërkesat apo për ndonjë analizë. Kështu që kur erdhi radha Agimit, ai shprehi një shqetësim që mua në atë kohë më duk pak banal. Do thotë vakcinimi për të mbrojtur nga infektimet, nga goditjet mekanike apo ushqimi e tjera. Kur unë mendoja që ne kena mu përballë me detonime, me granatime, do thotë tani ne të shqetësohemi për diçka sekondare. Ishte shumë i qetë dhe kur e dija që është i shpirtit artistik, do të thotë që pikturon bukur, që thur vargjet e bukura e tjera, unë e kisha idenë që shpirti i tij artistik nuk është në përputhje me shpirtin luftarak. Kështu që nuk e kam pasur në konsiderat që do duhet ta kem një afërsi me Agimin. Por kjo shumë shpejt u tregu që isha i gabuar. Do thotë me arritjen time në Papaj, unë ndëgjova nga njerëzit të cilët kishin përvoja nga aksionet e ndryshme në malet e Jonikut, në Alpet shqiptare, që kanë qenë afër tij, bëhet fjalë për një njeri i cili është shumë trim, është shumë i guzimshëm, që din me ngrit edhe me motivu luftëtarët, që një djalë të ri që është student apo zotnon ndonjë zanat në ndonjë fushë, brenda natës ka arrit me shndru në luftëtar.
mi a dhanë vetë besimin që ajo është superior aty. Tani, do thotë nga ajo bindja ime në klubin përparimi, në Ciri, kur e ndëgjova kërkesat e agimit, tani në një ambient malor, marrë vlerësime shumë qarta për figurën e tij, natyrisht që tek une unë nxit ajo dëshira që sa më shpejt të krijoj afërsi edhe së bashku të koordinohemi për aksionet dhe operacionet e radhës. Edhe kështu do të thotë në muajin shtator, kur ai vendoset minjësinë e tij në ambientet e qendrës servitore ushtarake Papaj, në Tropoj, thuajse deri në ramjen e tij kemi qenë të pandashëm në çdo aktivitet dhe çdo veprim. Me ramjen e tij, domethënë me 11 prill, po kalojmë pak shpejt të kjo pjesë. Ku ishit jo? A ishit afër ti dikun? Po me 9 prill ka filluar operacioni, do thotë depretimi i forcave tona nga territori i Shqipërisë në territorin e Kosovës. Ju marrë sipas planit tonë ato objektet kryesore strategjike, nga ku i krijonim parakushtet me marrë edhe kazermen kryesore të forcave serbe dhe të vazhdojmë me çlirimin e territorit të Kosovës në aspektin strategjik. Do thotë me 9 fillon operacioni, me 10 ne i dominojmë dhe i kontrollonim objektet natyrale strategjike, rasa Koshares, Glava, Maja Glava, hapësirën për rreth karaullës ushtarake serbe e tjera. Me datën 10 prill ne arrim me zbrit flamurin e ushtrisë serbe nga Shtiza dhe me ngrit flamurin kombëtar dhe me shpallë se tani është në posedim të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me 11 prill, sipas planit detajuar të miratuar nga komandanti Rusem Berisha, unë me njësinë time kisha për detyrë pastrimin e fshatit Koshare, do thotë që nga Karaulla deri në hyrjet e fshatit Botosh. Disa njësi ishin në krahun tim të djathtë që udhëhiqeshin nga Skënder Rexhametaj, Hysén Berisha, Skënder Hasan Xhekaj, Zenon Edrizi, Gjafer Gashi, e tjerë. Kurse në krahun tim të majtë, në krye të njësive, që ishin në një lartësi më të madhe mbi detare, do të thotë pjesa malore e pabanuar, ishte agimi me njësinë e tij. Tani lëvizja e njësisë time varen nga informata që i mirja nga Indjeri Hakim Ramadani. Pasi që unë isha në ulësirë, në një vend të pyllëzuar, nuk kisha pamje vizuale të mirë para vetit, ajo kishte mundësinë nga lartë që me ofru informata si e kam në situatën para njësisë time. Kështu që ishim të varur njërin nga tjetri. Dhe përparimet tona ishin të koordinuara mirë. Do thotë, unë arri me kreh terenin, ashtu quhet, krehja terenit, me u ballafaqu me njësit të cilat ishin larguar nga kazerma ushtarake, tani gjindeshin në natyrë, po ashtu me u ballafaqu me njësi që nga brendia vinin në intervenim apo në ndihmë të batalionit kufitar. Edhe derisa unë me njësi po e menaxhoja këtë situatë, në një moment e marrë lajmin, shkputet komunikimi im me agimin, dhe marrë lajmin nga Sali Çekaj, që për momentin të ndaloj në një vi, sepse agimi duhet me menaxhu një situatë në krahun e tij të majtë. E paramendova që është kriju ndonjë situatë e re, ndonjë desant i forcave serbe, të njësive të natyrave të ndryshme, ose parashutise, ose brigada 72 për operacionet veçanta, apo ndonjë njësi për intervenime të shpejta, kështu që unë ndalova në një vit derisa të menaxhohet ajo situatë. Edhe përkundër
përpjekjeve të mia me kuptu çka të ndodh në krahun tim të majtë, nuk kam pas informata e mjaftueshme që më arteri tek një konkludim i sakt, kam mujt vetëm me parandje edhe me parashiku, por jo me bindjen e plot. Përderisa agimi mungonte në komunikim, Komunikimi bëjmë me radiolidhje. po, të fillojnë më shfaqë edhe dëshimet për diçka shumë më tragjike, ndonjë lëndim, është nxënë rob, apo ka ndru jetë, e tjera. Po gjitha këto ishin hamendësime. Edhe këto hamendësime kanë zgjatë deri te nesërmen, kur një bashkëluftari imi më ngushëllon për bashkëluftarin, por pa emër dhe mbiemër. Unë bëhet fjalë për bashkëluftarin tim Cen Aliçkaj, i cili kishte bindjen që unë kam informata çka ka ndodhur, po unë atë ngushëllim e marr për një bashkëluftar tim i cili ndërkohë ishte plagosur gjatë në kuadër të njësisë time, edhe të cilin ne kishim transportu për spitalin e Baramcurit. Unë mendova që po më ngushëllon për bashkëluftarin tim Fatmir Hotin, i cili kishte një plag që mjekësia nuk mund me shpjegu si ka rritaj me mbjetu. Cili transferu pastaj në Gjermani, në München. Po. Edhe kur aje kuptoj që unë nuk kam informata dhe po e keq kuptoj, heshti. Edhe një orë pas apo 2 e ndëgjoj në komunikim në radiolidhje bashkëshorten e Agim Ramadanit, të cilën unë e njihja me herët, Shukri Ramadanin, dhe ishte shumë e kuptueshme përderisa ja komunikon me radiolidhjet tona ushtarake. Ku gjinde aja ndërkohë kishte marrë lajmin që Agimi ka ndru jetë, edhe kishte ardhur për do të thotë në atë procedurën e varrimit të tij, po ndërkohë takohet me komandantin Rustem Berisha, edhe shfrytëzon rastin që të gjithë ne që ishim në vit e frontit të na motivoj. Do thotë që amaneti Agim Ramadani duhet të vazhdoj, që arma ati nuk duhet të pushoj, kështu që unë e kuptova që Agim Ramadani ka ndru jetë. Do thotë, kanë qenë jo mënyrat e drejt për drejta, po të themi mënyrat rrethanore, deri me datën 16, kur e pata mundësinë që nga vija frontit me ftesën e komandantit të operacionit, grupit operativ të tëra, Rustem Berisha, ftohem në komand, aty takohem edhe me Saliçeke dhe me ushtarët e tjerë, nga ko edhe zyrtarisht unë njoftohem që Agim Ramadani ka ndru jetë, mënyrën e rëmjes tij, natyra tij operacionit, me gjitha ato specifikat, deri tek deklaratat me shkrim që i kishin dhënë bashkëftarët e tij që kanë qenë ato momente në krahët e Agim Ramadanit. Po, është e njëjta ditë 11 prilli, kur ju është granatu një pjesë ku ju veç e këni nëzoni objekt ku e në koncert ma heret, edhe aty më ka tregu një bashkëluftetar juj, po ta ma heret bised me ju, Agim Deliaj, që në një farforme keni sinjalizu që me dal jashtë edhe ma vonë ai objektu u shkatërru prej forcave serbe. Jo, kjo ka qenë më vonë, kjo ka ndodhur me 14 prill. 14 prill. Po, me 14 prill. Kam ditarin e saktë me gjitha ato zhvillimet luftarake. Ne arritëm me identifiku një hapësirë ku ishte një shtëpi ende jo funksionale për banim, por për nevojat tona ishte mjaftueshme, aty jem vendosune me stafin tim të ngushtë dhe me ekipin e minahesave 82 mm. Po ashtu ishte një ambient për bakti, edhe disa objekte për cilëse. Pasi që kemi pastru, aq sa kemi pas mundësi me i regullu,
për me kalu spaku natën në ato ambiente, jemi vendosë në ato shtëpiza dhe në atë infrastrukturë. Tani kërkesa ime ishte që ato që sigurojnë me ndrime atë hapësirë, t'jenë kujdesshëm gjatë ndrimit natës, gjatë lëvizjeve tyre, mos përdorin mjete ndriçuese e tjera, por në veçanti ato që në roje mos e përdorin dohane. Janë disa pajisje për veshgim natën, quhen pajisje pasive për veshgim, apo dulbia pasive, nëse majmë M5/80, është një dulbie veçantë që vendoset në armët sulmuese. Ato janë në gjendje që një burim drite dikun. Sado i vogël. Po, sado i vogël, dikun do një ylli, ndriçimi hanës, apo çfarë do burimi në natyrë, me zmadhu. Kështu që me ato dulbi, thuajse është pamja shumë e qartë, vetëm se është në nuancat e ngjyrave të gjelbërt. Edhe në orët e hershme, ora 5, unë zgjohem me bë një kontroll të atyre vendrojeve, edhe e vrej që nuk është për fill urdhri im, do e kishin marrë si kërkesë shumë e egzagerume, shumica ushtarëve konsumonin duhanin, edhe unë i shoh gjurmet që është konsumo duhanit në ato vendroje. Edhe me krijohet ideja që me siguri ai lokacion i joni është zbulu. Alarmoj njësin që sa më shpejt me u zgju, me u përgatit, me vesh, edhe me dal një pozicion të cilën unë e konsideroj që është i mbrojtur nga Që shukon procedura e alarmimit, keni pas më duket një filikocë. Kem pas mënyra të ndryshme, do thotë me za, po kur është distanca më e lartë, kem përdor edhe këto mjetet e signalizimit, radiolidhjet e tjera. Edhe thuajse në momentit e fundit, rrethana luftës zhvillohet edhe një instinkt që nuk mundet me u shpjegu. Do thotë kur e parandjen, po rrezikun, unë jam përgatit shpejt me ekipin e mirahesave, edhe prap hy në atë ambientin ku ishin vendosur në rreth një tokë afër 30 bashkëftar. Shumica kishin dalë, po ishin edhe 3 djemë që ishin pak marak, si me thonë, me zgjat gjumin. Edhe kam qenë shumë i rrep ndaj tyre që sa më shpejt me largu nga ajo hapësirë. Ato ishin mbuluar me thas fjetës, nuk e di as për kënd bëhet fjalë. Edhe ju kërkoj që sa më shpejt me boshatis atë objekt, dhe momentin kur ato tentuan mi marrë armatimin, pajisjet, unë ndëgjoj detonimin që granatat janë nisë. Granatat e para janë për verifikimin e saksisë qitjes. Pa. Edhe e dija se me procedurë pas verifikimit bëhet korrigjimi, pastaj goditet ajo hapësirë me shumë tyta zjarri. Momentit që kam dëgju nisjen, mina hes ato të 2 mm në një distancë 3 km gjys, është koha 15-20 sekonda që ti ki kohë me ndërmarrë veprime, me evitu, me mbrojt, me u largu e tjera. Unë kam kërku nga këto 3 djemë që ishin vënu me përgatitit që sa më shpejt me dalë jashtë. Momentin e daljes nga ai objekt, prej edhe ka godit pikërisht atë vendin ku ishin këto 3 djemë duke pushu, ku ishin disa armë antitank, armë sulmuese, bomba, predha të ndryshme. Ato janë shkatruar. Edhe zhvillohet një detonim i fuqishëm që me vibrim një nga ka hudhë në ajer. Mu dhe me thanë që është një momentet kur edhe bashkëftarët jenë bind që duhet me ju bind instruksioneve edhe urdhave të mia. Dhe të thotë, odasht me ndodhë ai rast që ato me ngrit besimin
që me pas disiplinë të brendshme në ato kërkesa që i parashtroja. Rosi ka kalu pa pasoja. Nuk ka pas as i pasoj, njëri nga bashkëftarët e ka pas një plak shumë të lehtë, të cilën ai vetë ka sanu, ne qonim Cani, apo Hasan Hoti, i cili në kohën e pandemisë ka ndru jetë. Ne kemi kalu pa pasoj, jemi disloku me vrap nga ambient edhe kemi kriju afërsi me forcat serbe. Kur është procedura, po standard kur granator është fuqishëm, është mirë sa ma shpejt me qenë afër forcave të armikut, se artilleria detyrohet me pushu nga friga që mos të i godet edhe forcat e veta. Ato kanë vazhdu granatimin e asaj pjesë, duke menduar që ne ende po qëndronim aty, po ne kemi kalu pa asnjë pasë. Po ndol në të rosti i ushtorit Fatmir Huti, që është njënë për blagusën e të marrand dhe që ka shpëtu, do me thonë, në Koshore. A më një pak me nasë saru që është ndodhi plagusi ati? Po ne kur e bënim krehjen e terenit, ko paskoj kishim nevojë që të rënjesin me ofru, me ba një analizë situatës, a kanë gjendë një gjurëm, si janë balafaqu me situata ndryshme, si i kanë të kalu, a kanë informata të reja, ndë një informat që mundet me umarë në konsiderat, po ashtu kisha nevojë me u koordinu me zjarin artillerik, me minahesa 82 mm, ku unë e bëra një kërkes që kam nevojë tani me mbështetje artillerike. Ai ambient ku unë isha me njësin time vizitohet nga komandanti njësis minahesa 82 mm, një ushtarak karriere dhe shumë profesional në drejtim, zoti Farosh Thaçi, me të cilin pasi e vendosim ku do të vendosin minahesat, si do të bëhet koordinimi në mes të këmbësërisë dhe artillerisë. Pa vazhdu ende përparimin ton, ishte një hapësirë të cilën ne nuk arritëm me kontrollu mirë. Kështu që kërkova nga 2 djemë pikërisht një hapësirë të veçantë me vëzhgu nga afër. Ato pas një kohë kthehen nga ajo pjesë e territorit edhe më njoftojnë dhe ne pam ushtar aty, por nuk kemi të bidur ushtar të kujt janë. A janë ushtarët tanë, të ushiqim të atë Kosovës, apo janë forcat serbe. Unë e kuptoja që ata kishin hamensime, sepse ata nuk kishin njohuri për angazhimin e gjitha njësive tonë dhe ku gjindeshin për momentin. Kështu që unë e kërkoj që vetë personalisht me ato 2 bashkëftarë prap me vizitu atë hapësirë. Edhe ishte një godin, një shtëpi ndërtuar nga guri apo kull, në formë të shkronjës L, ku nga një distancë 20-30 metra, unë e kuptoj se aty gjendet një njësi, do thot ata hynin, dilnin, përgatitnin zjarin për ngrohje, e tjera e kuptova se ato po akomodohen, po krijojnë hapësirë ku do të vendoset njësi atyre. Edhe përderisa ato ishin në atë fazë të përgatitjeve, unë e marrë vendim që me njëherë me i sulmu. Derisa unë e kam përgatit njësin, po ashtu ato i kanë ndërmarrë masat që një pjesë të njësisë tyre me nisë në vëzhgim, në drejtim të kazermës, e cila tani ishte në duart tona. Edhe kur unë arrimi njësin, aty kishte ndryshuar pak situata. Do thot nuk ishte ajo situatë që unë e kisha analizu gjysore me heret. Do thot një pjesë e njësis tani ishte jashtë edhe ishin në lëvizje. Kështu që u zhvillon luftimet shumë afër. Fillon nga 2-3 metra deri në distancë 50 metra. Në ato rrethana
epilogu apo suksesi është në anën atij që është i motivuar mirë, që ka shkatësime superiore dhe që ka teknikën adekuate për një luftë afërt. Armët tona ishin adekuate, kishim sasi të konsiderueshme të bombave që përdoret në ato raste, edhe ishan krye të njësisë e cila kishte kalu gjitha ato stërvitje edhe për situatat e tilla. Po, edhe në këtë situatë ndallohet Fatmir Hoti, një djalë që kishte provojë edhe të mëhershme, do thënë kishte kryer shërbimin ushtarak, kishte marrë pjesë në aksione ndryshme në regionin e Jonikut, edhe ai është shumë autoritativ njësinë tonë krahasim me djemt të cilët për të parën herë krijonin përvoja të tilla. Ai ekspozohet, shumë ekspozohet, nuk e merr fare parasysh rrezikun, edhe shumë shpejt identifikohet nga snajperistët e forcave serbe. Po ashtu kam qenë edhe unë i ekspozuar si komandant i asaj njësie, ai ushtari që posedon të snajperin, tenton sparit me godet të mua, thuajse për 10 centimetra kam pas fat të mos goditëm. Ka ke vrejtë akun pas aftësie? Po, se ai dheu që përfundoi në mes të pushkës edhe ku unë isha vendosur, ai dheu me ra ftyrës. Edhe momentin kur unë e kuptoj që përballë e kemi një qic profesional, ende pa përfundu fjalin që ja drejtova Fatmirit me pas kujdes, unë e vrej që ai goditet në kokë. Sasia gjakut, plaga në kokë, plaga ishte shumë e ranë. Ku godit më saktësisht? Krahun e anën e djathtë të mbi vesh ishte plaga hyrëse, ato momente nuk e kam kuptuar që e ka dhe plagën dalse. Unë kam menduar që plumi ka kalu përmes kokës apo një pjesë të madhe të kokës e ka dëmtuar. Edhe derisa po ndërmerrja masat me evaku sa më shpejt, unë e kuptoj se ai është ende gjallë. Thot pa dashje apo mënyrë instinktive, ai zbraz edhe 2 pluma nga arma e tij, kështu që insistoi në përforcime, e kisha një skuadër rezervë. Ne mbuloj me zjarrat hapësiren nga ku ishim duke u goditur, dhe arrim me tërhek Fatmirin, ja japim ndihmën e parë. Mjek i njësisë ka qenë një stomatolog, po sa i kishte kryer përfundimet, kishte diplomu në fakultetin e stomatologjisë në Sarajev, por ai ishte çdo kohë me ne, do thot me njësi në luftime. E natyrisht që kishte edhe aftësi për me dhënë ndihmën e parë, Edmond Shabi nga Peja, ai ja sanën plagën, edhe shpejt vinë ekipi i mjekëve, të cilët pastaj e marrin në trajtim, edhe të e dërgojnë për Barancur, nga Barancur është dërguar në Tiranë, dhe nga Tirana ka përfunduar në Minhen. Kur ka arrit në Minhen, të janë informator që i kam marrë më vonë, kam kuptuar që kirurgët, neurokirurgët e Minhenit thonë që ai që ka trajtu këtë rast qenë ka profesionist, kështu që ne nuk kemi çka me ndërmarrë, përveç se tani me fillu me ato fizioterapit që me ja rikthy motorikën. Unë nuk e dija si ka përfundu, do thotë e dija që ka rritë të Barancur, po e kisha bindjen që nuk kurët mi përballu ato plagë. Do thuaj se një javë 10 ditë më vonë, në atë vi në frontit, ku isha une me njësi, arrin vllau i tij, unë e njihja vlaun e tij, babin e tij, të cilët ishin të stërhuar në Shkodër. Edhe vjen afër meje me një buzëqeshje, me një krenari, që më la përshtypje. Do të thotë, kur e sheh një djalë, për që unë mendoja që ka informata që vllau i ka ndru jetë, edhe ai
e te kalon atë situatë me buzëqeshje, do thotë për mua ishte një moment shumë madhështor. Që thime bindje që Fatmiri ka ndru jetë, po nga vllai i Fatmirit unë e kuptoj që Fatmiri është në klinikën dikun afër Minhenit, i cili po komunikon, po lëviz, edhe çdo ditë është më i fortë, edhe e ka porosit vllaun më të ri që ai të merr armën e Fatmirit edhe të vazhdon luftën. Tani mua më thanë që ne ato edukimet ushtarake ne trajtojmë situata ndryshme se si do të duhej me i motivu ushtarët edhe për misionet e pamundshme. Po, këto situata jenë aq motivuese që nuk mundesh edhe mi gjetë në literaturë, sepse ajo po bëhe në prezencën e të gjithë bashkëftarëve të mi. Tregonte atë personalitetin ton, karakterin, kulturën, edhe për masat e motivimit ton si këmbë që me fitu luftën edhe me çmimin e jetës. Po, tash Fatmiri po besoj është gjallë. Po, ai punon në komunën e Tjonikut, ka arrit me diplomu në fushën e drejtësisë, ka kriju familje, funksionon 100%, është gjithnjë me ne, gjitha këto aktivitetet tona të përbashkëta si brigadë, edhe mund dhe me thanë që kemi një ndër njerëzit më frymëzues brenda brigadës se si duhet me vazhdu jetën tutje me të gjitha ato vështirësi që jemi përballë me herët. Në Koshore jeni ko bashkë me vëllezërit, apo? Po. Jo shumicë, po tërkohen, me mu ka qenë vllau jemi dytë, Albert Quni, edhe ko pas kohë ka qenë edhe vllau i tretë me Iriu, Valentini, i cile ka pas për detyrë me u kujdes për familjet tona, të cilat i kemi lanë në perëndim, po ja që dhe ai nga, do thot ajo situatë, ka pa më të rësyshme me qenë në mesin tonë. Po, a mund shme nga të regu shkurt që shu plagos Alberti, ku një bashkë luftetor se një ushtori uje, e ka plagu atë pa qëllim në? Po, ko pas kohën e në arrinin kontingentet e furnizimit e tjera, edhe unë e dhja që po arrini kontingent i armatimit me i sofistikuar. Në mesin atyre ishin edhe disa automatik, armë, sulmuse, që janë për mjedise urbane, që kanë qitje shumë të shpejt, edhe do duhe një pregaditje veçantë për ushtarët që mi zotnu ato armë, ndërtu shkallësit se si përdoren. E ngarkoj vllaun, Albertin me disa bashkëftarë të mi që me u kujdes për deponimin, ndarjen, klasifikimin e tjera. Pastaj me ato armë i pajis bashkëftarët e mi. Në mesin atyre armë kanë qenë edhe disa armë quhen Shkërpion, ato janë armë që janë preferuar nga shtetet e lindjes, që kanë një shpejtësi shumë të madhe, kryesisht janë kalibrit, nëse më kujtohet mirë 7.56, po tani prodhohen edhe në kalibrin 9 mm, kanë karikatorë me mbushje të ndryshme, armë shumë praktike, por që janë shumë senzitive në përdorim. Do thotë masat e sigurisë nuk janë si që janë të armët konvencionale. Do të thotë duhet shkallësit e veçanta që me manipulu me ato armë. Edhe nga korreshtja një bashkëftar i joni duke manipulu me to, i entuziazmum që ai lloj armatimin është në duar tona, pa dashje bën shkrepjen. Edhe me atë shkrepje plagos vllaun tim në dy këmbët. Unë sa po isha duke u taku me njësin që kishin kalu një natë shumë të vështirë ballafaqim me forcat serbe, po që kishin dalë fitimtar, edhe kishin arritur me marrë një sasi të konsiderueshme të armatimit nga forcat serbe. Kjo ngjarje kishte ndodhur në objektin në zhargonin popullor quhet Gomore, kurse në emërtimet topografike quhej Maja e Zes.
edhe isha duke bisedu me komandantin e kësaj njësie, Cena Liçka, me bashkëftarët e tij, Fatos Saliun e disa, që me tregonin ngjarjen, zhvillimet, po ndërkohë po e zhvilloja një intervistë për një media të huaj, mendoj që ka qenë BBC apo ndonjë media tjetër, edhe në distancë, sa po e jepja intervistën, e vrej një bashkëftar timin që në pamje nuk doke mirë. Dhe në pamje e ti, unë e lexoja që ka ndodhur diçka tragjike. Unë e vazhdova me atë intervistë, edhe pasi e përfundoi intervistën, e pyet bashkëftarin, tam ka ndodhur diçka keq, ai thotë po vjen keq me ta komuniku, po vllahun e ki plagosur. Është përshkruami çfarë plagë ka. Ai nuk pranoi që i kishte plagët në të dy këmbët, thotë në njërin këmbë është i plagosur, e pyet a ka të dëmtuar ndonjë artere apo kockat. Jo, thotë nuk ka dëmtime të tilla. Tham po në rregull, të plagë të cilat te kalohen. Edhe derisa po bashkë bisedoja, po ndizim nga cigare, e shoh bashkëftarin tjetër, i cili ishte i lidhur në pranga. Një bashkëftar shumë i shquar, shumë i zotit, shumë trim, shumë i disiplinuar. Edhe pse është i prangosur, thotë po ky e ka plagosur vllahun. Unë tham po, kjo nuk është arsye që duhet me prangos. Jo, thotë nuk ka problemi aty, thotë po është problemi që ky e ka marrë shumë afër zemre, edhe tentoi disa herë me bë vetvrasje, nuk po mundet me u pajtu me atë që ta ka plagos vllahun. Edhe i tham, lutem, hekja prangat, edhe thirrën ato ushtarit. Pamja ti kishte ndryshu, nuk mundet me u koncentru, ishte i përlotur. Edhe i tham, i tham, dëgjoj, këto gjëra ndodhin në luftë. Ne tash po shkojmë me vizitu vllahun, do të shkojmë bashkë. Po edhe nëse ai ka ndru jetë, llogarit që vlla ka me të pas ty, edhe ne vazhdojmë së bashku. Kjo ka qenë mënyra, do të thotë edhe atë me bind se këto gjëra ndodhin, po edhe me motivu përkundër këtyre incidenteve që mund me përfundu edhe tragjikisht, ne do të vazhdojmë së bashku. Tani, kjo ngjarje është komunikuar, është bisedu, edhe ka arrit me kriju një besim edhe më të madh prej meje ndaj vargësve të mi, po edhe vargësit e mi të kenë një besim të madh tek unë. Një rast që e keni përmend sfundmi, nëse nuk gaboj në përvjeturën e Koshorës, ke rasti i Hoxh Yunus Zainullahut, ku unë dëgjova për herë të parë. A mund pak ka shumë na shfalu se romin e tij? Rastin e Hoxh Yunus Zainullahut unë kam me të ndëgjuar. Do thotë kam dëgjuar nga bashkëluftarët e tij. Njësia në të cilën ka shërby Hoxh Yunusi. A një njoft? Po se atë njësi, kur na kanë ardhur, do thotë gjatë luftimeve në përforcime, kanë shpreh gatishmërinë pas gjitha atyre përgatitjeve e tjera, kanë shpreh gatishmërinë që të bashkangjiten luftimeve. Për 3-4 orë, unë i kam shoqëruar nga një fshat që quhet Padesh, deri tek batalioni në zonë lufte, i cili udhëhiqej nga Fadil Hadrxhani. Do thotë nga një ushtarak, i cili është pensionuar me gradën general, tani është deputet në Parlamentin e Kosovës. Do thotë unë ato i shoqëroja në një ambient thuajse me rrezikshmërinë më të lartë në të rrëvijën e frontit. Gjatë këtyre 3-4 orëve derisa ne po marshonim së bashku, unë kam pas rast edhe me bashkëbisedu, veçanti në pauzat gjatë kohës apo në momente kur ndonjë pjesë e marshimit ton granatoi derisa kalon të rreziku, ne bashkëbisedonim prej ardhja, profesioni e tjera. Dhe pasi këtë njësi e kam dorëzuar te Fadil Hadrxhani, pas 2 ditëve unë kuptoj për luftimet e ashpra që kanë ndodhur, edhe kuptoj mënyrën e ramjes së Hoxh Yunus Zainullahut. Edhe gjithnjë flas në bazë të atyre raportimeve,
edhe jehone që është kriju mënyra e ramjes e tij. Do të thotë përkundër atij sulmit fuqishëm, vendosur nga pjesëtarët e ushtrisë çrimtare në drejtim të forcave serbe, zjarre të fuqishëm nga forcat serbe, qendrat e tyre të zjarrit, fushat e minuara, përkrahja e tyre me artilleri, por vendosmëria e madhe e Hoxhi Jonuzit me vazhdu tutje dhe me asnjë çmim nuk ka kthim mbrapa, vjen deri te një situatë kur ai plagoset nga forcat serbe. Edhe njeriu kur merr plag për momentin përjeton është një lloj shoku, humb vetdijen, humb vëmendjen edhe duhet kohë me marr veten. Dhe në momentin kur e ka marr veten, ka rikthy energjinë, prapë ka situatën e qartë çka është të ndodh, përkundër atyre plagëve, ai duke pas një uri se çfarë forcë e madhe është brenda një bunkerit, që ne me vonë e kemi konstatu ka qenë një mitraloz i rënd, tipit M84 që serbët e quajnë në zhargonin e tyre ubica apo vrasësi, një armë shumë e rrezikshme, pastaj snajperi tipit Dragunov, armë tjera sulmuese tipit AK-47. Ai duke kuptu situatën se aty është një qerdhe e fortë e cila po i reziston forcave tona, edhe ka ditë që me eliminimin e asaj qerdhe të zjarrit, forcat tona me ma pak humbje do të avancojnë, ai vendos me aktivizu bomben i vetëdijshëm që edhe ai ka me humbë jetën. Do thotë përveç asaj që ka neutralizu atë qerdhe, ai ka ndru jetë, por kjo ka mundësu njësive tona që me avancu me qindra metra përpara. Por, kjo jo vetëm që ka marrë jehon tek njësitë tona, ka marrë jehon edhe të forcat serbe, se shqiptarët nuk njohin kthimin mbrapa, që ato shkojnë përpara edhe me çmimin e jetës. Po Daltoni, faleminderit. Ke histori që nuk e kisha dëgjuar më herët, edhe shumë interesante, e cili shkurt po ta bëj pyetje, cili ka roli i shtetit shqiptar, po dhe në anën tjetër popullit shqiptar. Zakonisht edhe pse janë të dyja shqiptare, shpesh shteti dhe populli nuk kanë domethënë dakordsi ose nuk e kanë njëjtën qasje në luftë. Po, tani që nga momenti kur ne jemi vendos aty në Tropoj, ne përveç qendrës në Papaj kemi zhvilluar edhe disa qendre tjera për cilëse mbështetëse, të cilat kanë pas rëndësi varësisht nga fazat në për të cilat kemi kalu. Do thotë përveç në Papaj, kemi pas qendrën në Babin, në Ragam dhe disa fshatrat e tjera, edhe ne kishim nevojë me u zhvillu. Për me u zhvillu, me pas edhe mbështetje logjistike, shumë bërime, ne kemi shfryzu, do të thotë nga vendasit, po edhe nga burime të ndryshme brenda qytetit të Baramcorit. Kështu që jene në kontakt të përditshëm me civil, me banor, me furnizues të ndryshëm, me organet e rendit, po ashtu kemi pas edhe komunikim të vazhdueshëm me strukturat ushtarake. Do të thotë, ne kemi pas takimet e rregullta me autoritetet e brigadës së Baramcorit, pasi që afërsia dhe interesi jonë më i madh ishte që të kemi bashkëpunim me këtë brigadë. Kjo brigadë në atë kohë udhëhiqen nga koloneli Halil Kuçana, i cili që në fillim pa asnjë hezitim ka shpreh gatishmërinë që me tërë ato kapacitete që i posedon ajo brigadë është në gjendje me na përkrah. Përkundër që ushtria e Shqipërisë kishte kaluar në faza të ndryshme dhe gatishmëria e tyre në atë kohë, po flas gatishmëria operacionale në teknik, transport, komunikim, forcë zjarrit, ishte dukshëm e dëmtuar.
por vullneti ushtarak ishte shumë i madh. Dhe mund me thanë që ishte i barabart me ushtarakët e UÇK-s. Thjesht ata e ndjenin veten pjesë të ushqishmit të Kosovës. Edhe ndjenin veten njëjtë përgjegjës për zhvillimin e operacioneve, njëjtë si ne që ishim në zhvillim të operacioneve. Një pjesë e tyre, duke u shoqënuar me ne në përgatitje për armë të ndryshme, për taktika të ndryshme, përkundër asaj që ne nuk ja kemi kërku, ditën kur ne po marshonim drejt pozicioneve me 9 prill, ata ju kanë bashkangjit në cive tonë. Do thotë ishin përshëndetur me familjet e tyre, ishin përshëndetur me kolegët e tyre, edhe kishin vendosur me qenë pjesë e njësisë tonë. Mesin e tyre një njos shumë i mirë, shumë i shkathtë, i kalibrave të ndryshëm artillerik, Ragep Sadiku, po ashtu një njos shumë i mirë i armëve kundërblind, apo ne i quajmë topa padridhe 75 mm Feris Trezhnjeva, e shumë të tjerë. Ditën e kur e kemi dominu rasën e Kosharës, jem vizitu nga ushtaraku i forcave të Shqipërisë, Recep Kortoqi. Do thot, ai kishte dalë në vend ngjarje, në një hapësirë që po granatohej, po mbulohej me zjarr nga forcat serbe. Tërë atë rrugtim dhe qëndrimin e tij në atë hapësirë, do thot, tërë ai veprim ishte i ekspozuar ndaj zjarrit të armikut. Tani qëndrimi i tij, paraqitja e tij edhe ushtarakëve të tjerë ishte me vërtet motivuese për të gjithë ne, kur do thot veçanti për ushtarët të cilët nuk kanë qenë në nivelin e përgatitjeve të operacionit dhe nuk kanë pas njohuritë e duhura për relacionet e stafit brigadës me stafin e brigadës e Baramcurit, ishte shumë motivuese që ne po reagonim si një ushtri edhe si një kom. Kështu që meritat janë të veçanta për stafin ushtarak të Baramcurit, meritat janë të veçanta për popullatën që na kanë siguru ambientin, kanë siguru strihimin për refugjat, kanë siguru informata ndryshme, për kraje të ndryshme, kanë shpreh gatishmërinë që t'jenë me ne në luftime tjera, deri tek stafi i mjekëve të Baramcurit, të cilët e kishin bërë të pamundërën për kundër vështirësive, skamjes në mjete, në personel, në hapësirë, të i sigurojnë të gjitha masat e nevojshme me vepru në kusht të lufte. Shumë të plagosur nga betejë e Kosharës, sot janë gjallë, vazhdojnë jetën falë ndihmës që e kanë marrë nga mjekët e Baramcurit. Po, një takim që u diskutu shumë, nëse do me folja për këtë pjesë, është takimi me shefin e policisë Baramcurit, me Fatmir Hoklajn. Çka u diskutu dhe çka ju shtyni me u taku me to? Është vërtet që ju kanë nxjerrë probleme në teren, domethënë, fillimet e para. Po, është fakt që unë me një emision kam tregu që ne kem pas edhe probleme. Jemi sfidu me situata ndryshme, situata si rezultat i keqkuptimeve, i mungesës së komunikimit, paragjykimeve e tjera. Edhe është një moment kur një bashkëftar i joni, në fakt një ushtarak i joni, është rreziku me jetë, edhe këtë çështje është dashur me trajtu edhe me autoritetin më të lartë forcave të sigurisë të policisë, me zotin Fatmir Hakla, që ky rrezikim po ndodh në territorin e përgjegjësisë së tij, edhe që ne na duhet një konfirmim, a do t'jetë në përkrahje të kauzës tonë, apo do të kemi probleme të vazhdueshme. Që nga i moment, do thot, unë kam qenë së bashku me Zenon Idrisjen, biseda është zhvilluar në zyren e Fatmirit,
në atë zyre ka qenë edhe Feriz Kërnaja, se kam arrit në atë zyre, më dash me komuniku me disa policë, nuk kishe informata ku gjindet sakt zyreja e ti, edhe kemi arritëri të marrëveshja që për nevojat tona ne do të kemi koordinim të mirë, do të kemi bashkëpunim të mirë, edhe që ai do i ndërmerr të gjitha masat që rastet e tilla të cilat kishin ndodhur, si me Zenon Idrizin, ai e merr përsipër dhe jep të gjitha garancat që nuk do të ndodhin. Edhe që ka shpreh gatishmërinë edhe për nevojat tona. Pa tensionin takim? Po ka qenë takimi tensionuar. Natyrisht që ka qenë takimi tensionuar. Ne e kemi përjetuar anë, do thotë rrezikimin e jetës e ushtarakët tonë. Ka pas edhe raste tjera kur ushtarët tonë nga disa grupe janë zbritur nga makina, janë maltretu e tjera, edhe për gjitha këto ne kemi kërkuar nga autoritetet më të larta të baramcorit që kishin përsipër sigurinë e të gjithë qytetarëve, po edhe sigurinë tonë që ne spaku mos të miremi edhe me këto probleme brenda teritorit të Shqipërisë, edhe të jemi të fokusuar edhe energjia jonë të jetë e fokusuar për nevojat e ushtrisë përballje me forcat serbe. Shkak të kohës, po shoj ke në fund që sheprit e lirinë dhe ku e kuptove që liria tash për një me erdhë? Po, përkundër atyre bombardimeve të rana, forcat serbe nuk janë në ndonjë shenjë që janë para dorëzimit, para ndonjë marrëveshje, apo para ndonjë kapitulimit. Kështu që përgatitjet, planifikimet, operacionet ishin në vazhdën e kësaj që barrën kryesore për shirimin e Kosovës do e kemi ne. Por për fat mirë kemi së paku hapësirën ajrore të sigurt, e cila me bombardimet të infrastrukturave të ndryshme ne na lehtëson avancimin. Me datën 9 prill, 9 qershor, ne ishim në përgatitjet përfundimtare për fazën e radhës. Do thotë çdo batalion e kishte përsipër me 10 qershor të bënin avancimin e drejtime të ndryshme. Edhe unë si komandant i batalionit Derozan të Veshkos kisha për detyrë që nga hapësira topografike Moja Zez të kaloj në apo të zotnoj objektet në të cilat ushtronin kontrollin forcat serbe, të thotë objektin Mërçaj, Rasa Zogut, Kërshi Yllit, për të cilat duheshin përgatitjet maksimale, përveç përgatitjes me armatim, me logjistike tjera, duhet koordinimi mirë me zjarrin artillerik të brigadës, 106 mm, 120 mm, me topa 75 mm, angazhimin e njësive, përkrahja nga bataljoni në krahun e djathtë Qolliqen nga Fadil Hadërgjone, do thotë koordinimi i gjitha veprimeve, edhe pas arritjes së rezultatit zavendësimi i forcave, sepse ne konsideronim që do të kemi edhe humbje. Tani kur je në përgatitje pothuajse në përfundim të përgatitjeve, edhe kur ushtarët e kuptojnë se me çfarë rreziku kanë me u përballë, në një mjedis të zhveshur, shkëmbor, alpin, ku temperaturat përkundër asaj që ishte qershor ende ishin të ulta, kishte hapësira ende të mbuluara me borë, edhe krijohet një ndjenjë që kena më marrë me një operacion nga i cili pastaj do të varet e armëja jonë, si njësi në tërsi. Do thotë e kuptonin se do duhet me dhanë maksimumin që ne me arrit në përfundimin e kësaj detyre, që me kriju gjitha parakushtet pastaj edhe për çlirimin e fshatrave, si që janë Jasiçi, Gjocaj, Joniku,
edhe dalja në magjistralen që lidhte Gjakovën me Pejen. Te pas konsiderat se edhe njësit përballë ishin në numër shumë të madh, disa hapësira ishin të minuara, edhe ato po ashtu posedonin armatim teknik me superiore dhe më të avancuar se ne. Po ne llogaritnim shumë në elementin e befasisë. Tani kur je në atmosferë të tillë edhe ndëgjohet zilja e telefonit satelitor, do thotë mundesh me paramenu në atë ambient që e përshkrova, ne kishim mundësi me komuniku me telefona satelitor, me mbushje solare e tjera, edhe ndëgjoj në receptor zërin e generalit Kuduz Lama, i cili me emën, kryesisht ne bisedonim me shifra, me kode e tjera, e kishim bisedusin, por kësaj radhe më drejtohet me emër, që të sigurohet që unë po kuptoj mirë urdhën e tij. Jo këni pos Lucky Luke, ja? Po, nofka ime ka qenë Lucky Luke. Edhe ai më thot me emër, thot, Anton, nga ky moment mos i lëviz forcat. Edhe kur thot që mos i lëviz forcat, unë e mendoj që ndoshta forcat serbe kanë kuptu çka po përgatisim ne. Thot, lutem përsërit a kuptova. Ose kuptova, mos t'i lëvizi forcat. Tregom arsyen. Thot, nesër forcat serbe kapitullojnë, përfundon lufta. Thot, kaq ishte mesazhi. Dhe unë dhe me porosit që ta njoftoj komandantin rusë. A u gëzove, a e besove se... Unë i kisha afër disa bashkëftarë, komandant, kompanije, togjeve, skuadrave tjera. Na im dashje e disa tjera. E mbylli telefonin, ishte edhe për mu befasi që ishte pak problem me kriju edhe mi kontrolu emocionet. Se ne po flisim për atë moment. Thuaj se çdo ditë kemi folë për atë moment. Si do e përjetojmë ditën kur forcat serbe do të largohen nga territori i Kosovës. Edhe bashkëftarët, thënë komandant, çka ndodhi? Edhe unë me shumë gjathësi, thamë djema, përfundoi lufta. Edhe me habitje, thuaj se nuk besonin atë që unë po flisja. Si përfundoi lufta? Se gjithnjë mendonim është një situatë më festive, më ceremoniale, më atraktive e tjera. Thamë, po ja, e mora informatën nga generali i divizionit Kuksi që lufta nesër përfundon, forcat serbe nënshkruajnë kapitullimin. Problemin më të madh kisha me njësinë të cilën unë e kisha infiltruar brapa vijës së armikut. Do thotë ishte një forcë prej 30 luftëtarëve më të përzgjedhur nga njësia ime, që ishin në mes të Rasës së Zogut dhe Gjeravicës. Edhe ato me informonin për gjitha lëvizjet e forcave serbe. Edhe ishin të njoftuar me planin tim se kur e fillojmë në sulmin, edhe kur e kanë momentin që ato do të asistojnë nga mbrapa që ne ti neutralizojmë forcat serbe, edhe nuk do të lejojnë forcat intervenuese nga thellësia të bashkohen me forcat serbe në Rasën e Zogut apo në Mërçe. Të gjitha i kishim parapa në atë bisedusin e koduar, por nuk i kishim parapa që do të krijohet kjo situatë që ato duhet me u tërheq në territor të sigurt pa u rreziku. Sa do mundova me shifra nuk e kuptonin situatën, tërse u dashni me u thanë haptas se lufta ka përfundu, nuk duhet me ndërmarr asgjë edhe mënyrën më të sigurt me u kthy në bazë. Edhe pasaj unë e kam njoftu komandantin Rustem Berisha me urën që e kam marrë. Edhe shumë shpejt ne jemi vizituar nga forcat e NATO-s të cilët janë vendos apo na kanë vizitu me instruksionet e sakta se si ne duhet me respektu armpushimin edhe me mundësu forcave serbe që të dalin nga pozicionet e luftës, të vendosen mjediset urbane, të mblidhen, të organizojnë kolonën edhe të fillojnë tërheqjen. Deri me datën 14, ne kemi pas aty këto shkëmbim të zjarrit, kemi pas edhe të vrarë, dhe pas kësaj date,
definitivisht me datën 15 aja kolona e motorizuar, e mekanizuar kanë fillu të tërhiqen, kurse pjesa këmbësërisë që ka qenë kontakt fizik me ne në distancë 100-200 metra, në këmbë kanë fillu me kujdesin shumë të madh televizin në veri në drejtim të malit të zi dhe të kalojnë në territorin e sigurt. Shfrytëzoj rastin mos je këtu për të pyetur edhe për situatën politike. I bën 26 tentime për me u konstituu kuvendi. Ku po shkon, ka në farë zgjidhje apo shihet zgjidhja është afër? Po, na të analizu situatën, të analizu forcën e çdo partie politike, rrethana që janë kriju, mundësitë që i kemi çdo parti politike veç e veç. Një kaluar jona agenda e cila e pret Kosovën me urgjencë e tjera, edhe që të gjitha të jenë më tejkaluese, më të përballueshme, kemi dalë me një ofertë, besoj që është oferta më e mirë, oferta më optimale, më e pranueshme, që ta krijojmë një qeveri gjithëpërfshirëse për një kohë të caktuar nga gjitha partitë parlamentare, ta ndërtojmë një plan pune dhe ta ndërtojmë një agjendë të dakorduar mes veti, çka do të jetë në prioritetin ton, deri në një afat ku pasaj në rrethana krejt tjera ne prapë të zhvillojmë zgjedhje të reja, nga ku pasaj vazhdojmë për çështjet dhe të dihet sakt kush do e merr përsipër qeverisjen e Kosovës për një mandat të plot. Partitë politike, disa parti politike, do të thotë e kanë mbështet këtë plan, po ja që nuk kemi marrë ndonjë mesazh apo një gatishmëri pozitive edhe nga partia më e madhe, vetëvendosje. Tani vetëvendosja insiston në ripërsëritjen e këtyre mbledhjeve që i marrim në Kuvend me të njëjtën kërkesë që votimi të bëhet i fshehtë edhe pastaj të kalohet në votimin e kandidatit të tyre. Do thotë kjo është situata, e kemi një parti politike, për të ne konsiderojmë që është përgjegjëse, që situatën po e marrin peng, për shkak që nuk i kanë numrat e mjaftueshëm me kriju qeverinë, edhe jemi këmbgulës në ofertën tonë, në konceptin tonë, i cili ofron një perspektivë për gjithë qytetarët edhe për shtetin e Republikës Kosovës. Falenderoj shumë që edhe 26 vjet pas luftës, në sollë domethënë rrëfime detajume prej luftës. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ishim këtu me komandantin Anton Çuni, i cili një herë është deputet në Republikën e Kosovës. Deri në episodin tjetër, mirëmbëjtje.